Big Brother në çdo rrugë ku vendi marrëveshje për blerjen e mira kamerave inteligjente. Projekti që synon vendosjen e kamerave inteligjente në terren, pritjen e sigurisë është depozituar në kuvent. Ai përfshin instalimin e 2239 kamerave ANPR për njohjen e targave, 2602 kamera PTZ për monitorimin e trafikut, por jo vetëm rrugë dhe monitorim trafiku. Plani parashikon edhe vendosjen e 3816 kamera trupi në Policinë e Shtetit, të cilat do të lidhen me një sistem të centralizuar për reagim të shpejt. Përveç kamerave pritet të instalohen edhe 100 radar inteligjent dhe 100 sensor zhurme për të monitoruar shpejtësinë dhe sigurinë e trafikut në rrugë dhe autostrada. Vendosjen e këtyre kamerave në terren sipas draftit do të sjellë ulje të shkeljeve të rregullave në qarkullim dhe më pak vepra penale, duke filluar nga aksidentet rrugore tek vjedhjet dhe vrasjet. Ashtu do të bëhet monitorimi në kohë reale të automjeteve që qarkullojnë në akset rrugore të cilësuara me interes prioritar për Policinë e Shtetit, si dhe në të gjitha pikat e kontrollit kufitar. Projekti pritet finalizohet dhe të financohet nëpërmjet marrëveshjes SUHAS nëpërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillim të Abu Dhabit dhe një shumë prej $118.5 milion. Kjo shumë pritet paguhet nga qeveria shqiptare në një normë interesi prej 4% për një periudhë shlyerje 15 vite.